Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini edhe në këtë episod tjetër të Zero Cap Podcast, ku siç do të premte ne shihemi në orën 6 në YouTube, në Instagram dhe në TikTok në rrjetet tona sociale. Mund ta gjeni edhe në Fiber gjithashtu, por nëse kjo diçka tjetër. Ne sot kemi vendosur të flasim për një tematik shumë të nxehtë, si ato që dim të bëjmë vetëm ne, siç kemi bërë këto kohë të fundit dhe do vazhdojmë të bëjmë për një kohë të gjatë, shpresojmë dhe urojmë. Dhe do të flasim pikërisht për ato. Jo, urojmë që të flasim për tematika të nxehta për një kohë të gjatë. Ridinila po lutet që jo ndërkohë. Megjithatë, ne sot do të flasim për ato veprimet e vogla që ne apo njerëz të tjerë mund të bëjnë në përditshmërinë tonë, që i bëjnë këta të fundit të klasifikohen në mendjen tonë si armiq tan, jo në kuptimin e plotë të fjalës, por në kuptimin figurativ. Do diskutojmë sot, kam me vete këtu dy vajza, njëra që është pak më diplomatike, por është e fshehur, nuk është as diplomatike sa duhet, dhe kjo tjetra që është shumë pa komplekse dhe lisha, dhe jemi gati për të hapur këtë episod, duke thënë çfarë është gjëja e parë që ju vjen ndërmend kur një person e bën dhe thoni ky është armik, nuk e dua afër. Unë që më cilësove si diplomatike, atëherë jam me vërtet mendimet e mia, nëse mendoni që jam diplomatike, po e marr si kompliment. Pra, unë do e mbaj këtë rolin. Jam një person që nuk mund të them që bën diçka për të urryer një person tjetër. Nëse më jep atë vibe negativ dhe nëse më jep disa gjëra negative, unë thjesht të largoj nga jeta ime, i bëj ghost, i injoroj sikur ai nuk ekziston fare në jetën time dhe vazhdoj jetën time i lumtur. Jo, e kisha në sensin çfarë bëjnë të tjerët që të bëjnë ty ti klasifikosh ata armiq. Për shembull, ke pas ndonjë rast që ku ta diun mungesa respektit. Mundohet gjithmonë, sidomos vajzat, kanë dëshirë për të ulur një person tjetër për të lartësuar veten e vet. Ke ndonjë rast konkret për këtë? Po, kam pafundësisht. Mirë, na thuaj një më interesantin. Që shoqëria ime me vajzat kryesisht ka qenë me të futura, janë shumë të pakta në numër ato vajzat që kemi qëndruar besnike ndaj njëra tjetrës, dhe këto kanë qenë, po flas për eksperiencën time, këto kanë qenë gjëra të përfshira. Pra, interesi, xhelozimi për njëra tjetrën ose për një arritje, një sukses të shoqes, në vend që të jesh aty krahu i saj dhe për ta mbështetur, është futur xhelozia në mes. Dëshira për ta ulur personin tjetër për të lartësuar veten, mashtrimet, intrigat ose ato gjëra që ke frikë të përballesh me realitetin dhe mundohesh të krijosh një iluzion me gënjeshtra, apo në fund të ditës do dali e vërteta në shesh. Këto janë gjërat. Çfarë më ka ndodhur mua? Diçka që po pra, sepse ti i the këto, po ne duam disi më konkrete. Ne duam shembuj, ne duam histori të vërteta. Unë kam patur në jetën time vetëm një shoqe që e kam patur shoqe të ngushtë. Shoqe shumë të ngushtë. Vazhdon ta kesh? Jo, nuk e kam. Okej. Vajza ka qenë, kam akoma shumë respekt për atë, jam komplet në rregull me atë, si jemi rritur dhe me kalimin e kohës kur rritemi e kuptojmë gjithë secili gabimet e njëri tjetrit. Po kam qenë shumë e lidhur me atë, kemi qenë që në 9 vjeçare, gjimnaz bashk, në bank bashk, në klas bashk, basketbol bashk, palestër bashk, shoqëri bashk, kemi qenë kudo bashk, gjithë kohës bashk. Dhe ka qenë i vetmi person që unë i besoja realisht, përpos mamet dhe familjes, ajo ka qenë e vetme që i besoja. Dhe i tregoja dhe i ndaja me të sekretet e mia. Jam shumë e lumtur që sekretet e mia dhe sekretet e asaj nuk kanë dalë as për me, as për asaj. Akoma jo. Jo, nuk besoj se. Mendoj, nëse dalin tua, do dalin e të asaj. Po kush janë më të rënda, të tuat apo të asaj? As të mia. Lëre gocën të mbaroj se po rrethente. Vitet kanë kaluar dhe jemi rritur dhe jemi të pjekur dhe besoj se jemi shumë të ndërgjegjshme për vendimet që kemi marrë ndaj njëra tjetrës, kështu që jo, nuk do dali asnjë sekret as për me, as për saj. Por di të them që ka qenë lëndimi im i parë nga shoqëria, ka qenë ajo thika e parë pa shpinë, sepse kishim kaluar shumë vështirësi. Kemi qenë të vogla, po në atë kohë po çfarë bëri pra? Vështirësi të tilla ishin dhe unë kisha toleruar shumë gjëra, shumë veprime të saj. Në veprimin e parë që unë bëra gabime, jo nuk toleroj. U kthye direkte kundra meje. Kemi qenë të vogla, duket histori idiote. Nëse në gjimnaz duhet keni qenë. Po, në gjimnaz, duket histori idiote, po që për mua ka qenë lëndimi i parë, se e kam patur shumë besnike si person. Dhe që për asaj kohe kam patur pafund vajza. Po mirë, a mendon se ke pasur pak PTSD nga kjo situatë? Po, që ke pas të vështirë të krijosh shoqëri me goca të tjera? Po, të them të vërtetën, nuk është se kam gjetur një person që të kem 100% ose të gjej atë personin tjetër që mund të shikoja këtë i shoqen time, ose një person që mund të fitonte besimin tim. Po mirë, se tani nuk mund të gjesh dot të njëjtin person në një person të ndryshëm. Po, thjesht është ajo dëshira që ti kërkon atë person te personi tjetër, e të ngjashme, një raport të ngjashëm me atë që ke patur. Ja do shpirti, ja do xhani. Po pra, gjën konkrete se çfarë ka bërë nuk e morën vesh. Kur them në njerëz që është diplomate kjo, nuk e them kot. Thjesht është ideja që në
problemin tim të parë, në gabimin tim të parë që bëra, ktheu shpinën, ndërkohë që unë kisha toleruar mbi 10 gabimet e saj. Ndoshta thjesht ka dash pretekstin mendoj unë. Ja, man, çfarë bëre? Ka qenë komplet lidhje me basketbollin, nuk ka qenë asaj. Po çfarë bëre në basketboll? Konkrete. Një rasti me top kokës, koshatimi ndau. Duke Ka peshkuar qenë në një diçka me, edhe unë të them të drejtë nuk Fal lutem, peshkuar në basketboll. Çka ke qenë duke bërë në basketboll? O mendje, Duke peshkuar. Duke peshkuar të nxjerrin ndonjë fjalë i ri. Okay. Të tipit. Duhet të shpjegojmë dhe me ju tani, ja? Këtu vajti mua Pa dashje. Jo. Nuk e mbaj. Dhurata. Dhurata. Dhe ke pritet dhurata. Nuk e mbaj mend tamam se çka ka qenë, po ka qenë diçka lidhur me unë kam gënjur trajneren dhe nuk e mbajta fajin tim, po e hodha fajin dhe shoqes, doja ta ndalim fajin të dyja, nuk e mbaj mend çka ka qenë si gjë, po ka qenë diçka me gënjeshtër me trajneren. Gjithsesi, për posti muhabeti, kjo ka qenë ai lëndimi im i parë shoqëror. Kam patur dhe shumë të tjera, normalisht të më thënë, po kanë qenë ato që nuk është se jam lënduar ose nuk është se e kam djerë se nuk më bënte më përshtypje dhe isha e qetë me veten time sepse nuk e besoja askujt. Nëse dikush del dhe një shoqe del dhe flet në emrin tim, dhe dikush mund ta besoj sepse thot është shoqja e risë dhe ja di disa muhabete, jo vlla, nuk më di asgjë. Nuk di. Ke përsh atë soundin e ri të TikTokut tani që thot, "Dhe ti mendon që unë do të tregoj ty se çfarë ngjyri kam çorapet?" Jo, nuk e di asnjë. Po mirë, shiko se në fund të ditës kur e thua kështu siç thua ti që okay, nuk besoj në shoqërinë midis vajzave, duket pak domethënë, jo, ku ta di unë e trisht këto se ka ndonjë gjë të keqe me këto shoqëri kam me të dyja si me djemt si me vajzat, nuk është se na i nam i madh, po ndoshta është ky gjëtari Dinela që i ka kaluar disa trauma, po ti Dinel ke pasur ndonjë rast shoqgënjimi? Them drejtën jo, por që Kam zhgënjyer unë po. Upsi. Ndoshta. Nuk e di nëse kam zhgënjyer njerëz, di që unë nuk jam zhgënjyer ndonjëherë nga ndonjë shoqëri ose ku di unë marrëdhënie. Mendoj që janë disa shoqëri që mbarojnë ose disa marrëdhënie që mbarojnë sepse ashtu është cikli i jetës, ka shumë marrëdhënie që ti nuk do i kesh më njësoj. Dihet që për shembull në gjimnaz ti ke shoqëri shumë herë më të mëdha dhe shumë herë më të ngushta dhe pastaj kur rritesh ose largohesh pak gjërat do ndryshojnë, kështu që nuk është se i kam marrë shumë për zemër, them drejtën. Po më vjen dhe habi për shembull që kur ne, nisëm të diskutojmë me temën çfarë janë gjërat që njerëzit mund bëjnë për të klasifikuar armiq dhe menjëherë diskutimi shkoi tek miqësia. Pse janë domethënë të lidhura kaq ngushtë mua më habit gjë që supozohet jetë një familje e dytë me armiqësinë, në thonjza që është gjëja më e tmerrshme. Po janë njerëzit që ti njeh dhe që i bën mik dhe që mund të kthehen në armik për mendimin tim. Sepse familjen kanë mjaftuar material do e kesh mik. Po, ato kanë mjaftuar material që mund të deformojnë. Nëse nuk ka material, ato do shpikin material, të njohin aty ku ty të dhemë do ta shpikin atë gjë. Okej. Por që armik për mendimin tim që unë nuk do doja që të shoqërohesha me një person, është kur ka gjithmonë një gjë të keqe për të thënë, qoftë për veten, qoftë për personat e tjerë, qoftë për mua, kupton sepse ka shumë njerëz që mund të kritikojnë, kupton ata mund ta bëjnë me nota humori, por që ndoshta aty në fund ditës edhe të lëndon. Unë nuk po them që unë me shoqet e mia nuk e egzagjeroj ndonjëherë bullizmin me njëra tjetrën, por që ke ndonjë ditë tënde që ti nuk ndihesh mirë, nuk je fort në gjendjen tënde më të mirë dhe thjesht do që të rrish qetësi. Unë në fakt kam një gjë tjetër, kam disa në fakt që do t'i nxjerrim gjatë diskutimit, por kur po mendoja për temën, gjëja e parë që merrti ndërmend mund të jetë personale për sa njerëzit që flasin me gjuhën e rrjeteve sociale të memeve. Mua këta njerëz ma shpifin, domethënë, është fani një herë tek tuk, kush është smur? Kush është smur këtu? Okej, ja, për shembull në këtë rast është okay, domethënë e pranueshme, jo absolutisht jo. Është një humor, jo ndonjë ku do di që u shkrim gazet e tjerë, po pranohet, po ka njerëz që realisht në 5 fjali që thon 3 fjali kanë thjesht me fjalë TikToku, me fjalë rrjete sociale, me fjalë memesh dhe mua kjo gjë më bezdis, domethënë gjithë leksiku është ku ta diun kitçja, suada e tjerë dhe kjo është e bezdisshme. Nuk kam asgjë kundër askujt, po jo, nuk bëhet diskutimi ashtu, domethënë si mund të kalosh kohë me një person që realisht nuk di të lidhë dy fjalë hajrëse dhe në fund ditës dhe kjo shakat e kanë një fund, nuk to humbet ai lezeti. Dhe kjo gjëja ma shpif pak. Po Tiris? Tjetër gjë përveç kësaj, ndërkohë që ti po flisje, vetëm gjë që po më vinte në mendje ishin ata persona të cilët kanë një opinion dhe nuk din ta mbrojnë opinionin e tyre. Domethënë, nëse ti zgjedh të bësh një stil jetese dhe je mbas edhe ndryshe nga të tjerët ose je aq e hapur sa për të dalë. Për shembull, çfarë stili jetese?
e marr një shembull Porosi ti kohëve- 100 shisha raste 10 metri konkrete. kallë. Një shembull të kohëve të fundit, diçka që ka ndodhur kohëve të fundit në jetën time, në të cilën dhe këtu jam djegur goxha mirë dhe këtu, ka qenë periudha fundit që unë jam shoqëruar me vajza të cilat kanë patur dhe bënin shumë hapur qef të njiheshin me shumë djem. Okej. Dhe jam okay, nëse dikush ka dëshirë të zgjidhë këtë lloj jetese, e përsëris, unë duhet isha tërhequr, por nëse dikush ka dëshirë ta zgjidhë këtë lloj jetese dhe i del përballë këtyre mendimeve, baje deri në fund mendimin tënd. Nëse ti e thua unë e bëj këtë gjë dhe e bëj kështu, shkoj deri në fund mendimin tënd. Mos thuaj unë e bëj, ama unë jam dhe e ndershme, ama unë bëj kështu, ama unë jam dhe ashtu. Domethënë duhet jesh me këmbë tokë, ta pranosh realitetin. Nëse e pranon realitetin dhe nëse je dakord me dhe je në rregull me veten tënde në veprimet që po bën, qëndroj deri në fund veprimeve të tua. Mos dilë me dy fytyra ose të dalësh në dy përfundime të ndryshme. Ndryshe reagon dhe ndryshe flet. Këto vajzat të cilat hiqen si të ndershme të janë më të frikshmet. Domethënë ti e ke më shumë tek pjesa që ndryshe është në të vërtetë dhe ndryshe sillet. Ndryshe flet, ndryshe reagon dhe ndryshe do të shitet sikur është. Pra me pak fjalë, ajo me çfarë po kuptoj unë se po përdor epiteti jo të duhur, si po thotë se një vajzë. Po pra, është një vajzë që ndoshta për shoqërinë to mund të klasifikohet si e përdal, por është vetën si të ndershme. Ndërkohë që në standardin ton nuk është. Nuk po them për një person realisht, po them për një grup gocash, një grup vajzash që është bërë shumë në mod tani në Shqipëri dhe është diçka shqetësuese, është realisht. Janë bërë kështu si këto yacht girls, më duket në Amerikë. Po. Të tilla janë bërë, po nuk e kisha thjesht faktin aty dhe nëse ti e bën atë veprim dhe je në rregull me veten tënde dhe familja jote është në rregull me veten tënde, thuaj o vlla, unë e bëj dhe pik maroj, e bëna. U kry. Edhe unë më thënë drejt. Kupton dhe je në rregull me këtë gjë. Është zgjedhja jeta jote, dëshira jote, je dakord me veten tënde, mbaje deri në fund mendimin tënd. Mos bëj sikur jo unë e bëra, po unë jam dhe e ndershme dhe unë nuk dua kështu që të më dali nami, po unë e bëj, po s'dua të më dali të më thuhet emri. Edhe unë më thënë drejtën. Edhe unë më thënë drejtën kur e mendoj realisht nuk shoh ndonjë gjë problematike. Do me thëmë me vajzat apo se ka dhe djem, nuk ka vetëm vajza që e ushtrojnë këtë lloj profesioni në thonë se okay, unë s'do duhet shikoja askënd as një moshatar tim as një shok shoqe që detyrohet kryen të këtë lloj gjëje për siguruar të ardhurat e jetesës, ama nëse e bën vetëm 2025-ën ka mjaft gjëra të tjera për të marrë, është jeta e tij dhe saj le ta zgjidhë bëj ç'të dojë, s'është fare problematik. Nuk duhet normalizuar për mendimin tim. Patjetër, por nuk mund ta gjykosh. Domethënë, nuk na takon neve ajo pjesë. Gjykon tjetër kush. Nuk duhet normalizuar, kaq. Se më duket se po ke shkuptoj me ju, jo më me personin që dëgjoj. Nuk po them diçka lidhur me prostitucion ose escort ose gjëra të tilla. Po them e ke shkuptova unë pra. Ka dëshirë të njihet me shumë çuna në të njëjtën kohë. Jo një person, është bërë një grup vajzash, është bërë si mod që kanë dhe sikur vetëm njohje dhe vetëm sikur chatime flasin me një listë të gjatë djemsh. Ashtu se kanë bën çfarë duan, me thënë drejtën, nuk u gjykoj. Po them të bën çfarë jo, unë mendova e ke shkuptova, unë e lidha me prostitucionin, me çunurit escort, edhe gigolo, kështu që okay, ishte gabimi jonë, e ke shkuptuar për gjë tjetër. Po kjo është një temë shumë reale. Për episode tjetër që unë e konsideroj armik, është një person që fajson gjithmonë të tjerët për gjëra që mund të ndodhin rreth tij ose kundrejt tij. Kompleksi viktimës. Po, tërkohë, domethënë, unë nuk i kuptoj njerëzit që gjithmonë kanë një histori që zihen me dikë dhe në fund thonë që jam zënë dhe me këtë, jam zënë dhe me atë, kjo më çau kokën, jo po kjo ma bëri kështu, kjo ma më burr. Kupton që njerëzit duhet ta kuptojnë që nëse ti po zgjesh me të tërë, nuk ta kanë fajin të tjerët. Fajin e ke ti. Mos valli e vet problemi. Jo, unë Jo ti, ai personi. Po ti si mund të jesh ti problemi njerë? Ti je komplet e kundërta fjalës problem. Vetëm ti nuk je problemi. Unë vetëm bëj probleme nisa. Edhe kam përshtypjen që këto personat që po thua ti gjithë kemi pasur një herë në jetë. Mendoj që teknikisht ata më shumë dëm i bëjnë vetes se sa njerëzve. Sepse do vi një moment që ti do zgjesh me këtë personin se ai ashtu e ka, nëse nuk do zgjehet sot me ty, do zgjehet me dikë tjetër sot edhe nesër e ka radhën ti, kupton? Por që mendoj që në të ardhmen natyrë do u pengoj shumë në shumë gjëra, në familje, në karrierë, në kudo. Dhe mendoj që duhet të reflektojmë pak që mos t'ia bëjnë malore vetes se fundja fundit si të zgjehet ai me dikë ose me mua, unë nesër prap do zgjohem
do vazhdoj rutinën time, Çantën nuk krahe. kokrën e shefit, kështu që kafe. për veten tuaj. Nëse një kategori tjetër e personave. Fal, vetëm Okej. që të bëjmë një lidhje, të përmbledh atë që thash, më duket se u zgjatëm edhe nuk e kam vetëm për prostitucion, nuk e kisha fjalën fare aty, ose për vajza që siç e shpreha që mund të kenë një chat list me disa djem. Është edhe vetë jeta, me çdo veprim që ti bën me jetën, është jeta jote dhe nëse zgjeta jetë është në një farë mënyre, dili për zot jetës tënde. Çfarë do veprimi që ti bën? Jo vetëm në lidhje me raport me djem, po në çdo veprim që bën. Nëse është zgjidhja jote dhe e bën dhe je dakord me gjërat që ti po bën, dili për zot atyre veprimeve. Pra kemi shpreh të bukur ne me këmbë tokë, kështu që mos na fluturo me presh në poshtë këmbëve. Po. Tani, një gjë tjetër që krijon shumë irritim të unë dhe që janë këto persona që realisht i thoj kështu armiq të përbetuar, janë këto kolegët 35-40 vjeçar plus që han inat dhe smir dhe xhelozi dhe ku ta diun bën intriga. Kolegëve të tyre adoleshentë, unë për shembull vende që kam punuar gjithmonë kam pasur kolegë më të mëdhenj se vetja. Kam eksperienca të bukura se më trajtonin si fëmijën e tyre, si të vogël, kështu mbanin me të mira etj. Nuk edhe po thosha një llaf më tepër unë që e kam tradit, nuk më kundërshtonin kurrë, nuk më merrnin për tërës, po kam pasur ca, domethënë si mund të jetë burri 40 e kusur vjeç, edhe të hahet kokë për kokë me një 18 vjeçar. Ore, unë për shembull po e thash një fjalë më tepër që nuk besoj kurrë se e kam thënë. Ja. Edhe po ta kem thënë, në fund fare më justifikohet për hir të moshës. Qysha. Jo justifikimi i madh, po të paktën unë nuk jam ndoshta i pjekur mjaftueshëm dhe hajde më shpëtoj. Po si mund të shpëtoj ty një fjalë, një ofendim apo ku ta diun se çfarë mund të bësh? Ore, intrigat mirëfita me të ta fut në punë që ti dalësh keq dhe ti je 45 vjeç. Domethënë, ti punon për të mbajt familjen, unë punoj për të blerë rroba, për të mbajt makinën, për të udhëtuar se këtë luks kam në jetën time. Tani nuk është fajim, ti urrëtin e ke me botën, e ke me jetën, e ke me tjerë, nuk e ke me mua. Kjo vlen për çdo grup moshë, them drejtë, njerëzit xheloz në përgjithësi, jo armiqtë, nuk mund t'i klasifikoj si armiqtë mi, po armiqtë e vetës tyre. Në vërtet, po, xhelozia kështu të hanga brenda. Një sekond që edhe ne jemi të këqind në jetën e dikujt. Domethënë është e sigurt, çdo njeri është i keq në jetën e dikujt. Jemi, se s'bën normal që jemi. Biles do ju pyesja, çfarë keni ndonjë veprim ju që ju bën të mendoni që ju mund të jeni armiq të personave të tjerë? Unë mendoj që kam faktin që unë jam shumë. Nëse ne themi në orën 8 do dalim, unë në orën 8 dua të jem te dera edhe e di që u anzi gocave, sa herë që dalim, domethënë e kuptoj në fytyrat e tyre që po ja çaj kokën, po nuk e ndaloj dot, është më e fortë se unë, kupton? Është e mirë. Ku ta gjej atë isha kaq. Shiko, 2 sekonda se nëse ti je rrethuar me persona që ndoshta nuk janë të përpik në orar, ajo është problemi i grupit. Edhe përgjithësia mbi atë. Nuk është se u bën nami se dolëm gjysmore më vonë në një darkë ose kupton, unë kam është bezdisje veprimi, të kuptoj që duhet të jesh i përpik. Pastaj edhe humori gjatë mbrëmjes. Po, shumë. Ndikon se ndihesh i rëndësishëm. Po, edhe ndonjëherë kam prishur dhe natën e gocave dhe u kërkoj ndjes. Falje publike. Okej, këtu e kuptuam sepse sa ju Prit kam dhe një pyetje për Redin pra se thua ti tënden. Po mirë se kjo më tepër është i parë që është virtyti jote dhe problemi i shoqërisë ndoshta vonohet. Ndonjë gjë për shembull që realisht ti e sheh që prit pak se çedonte ti dhe njerëzit mund të tallin, të cilësojnë armiqe ose thonë që ase kjo s'bën kjo Redi etj. Ja fut kot, çfarë mund të jetë? Po mendoj, okay, unë dhe matematika jemi dy drejtza paralele që nuk pritën kurrë. Jo, ashtu se kupton. Çfarë është paralele? Ja kështu, nuk puthiten kurrë. Shaka aq i di, edhe teorema e Pitagoras e di, por që unë dhe matematika jemi skandal. Domethënë unë nuk po e them notën e ekonomisë dhe statistikës sepse është turpruese, rëndësi ka që kam kaluar, kjo ka rëndësi për mua, jam si nata me ditën, domethënë. Zemra mos u mërzit se për matematikën ne si vend nuk shquhemi. Në matematikë janë bën dhe vazhdojnë të bën gabime edhe në politikë, kështu që përderisa persona që do udhëheqin një ditë etj bëjnë gabime në matematikë, mos e vrit mendjen zemra ime se mirë jemi. E gjej veten, domethënë ngushëllohem me këtë fakt. Unë ndonjëherë për shembull e ka matematikën më kap edhe mua, duhet bëj ndonjë llogari, duhet mendojmë çik gjatë e pastaj ma kap. Të them të drejtën me shumëzime dhe këto pjesëtimet. Jam rënd fare. Jo, jam shumë mirë. Ai në shumësimet. A më mos e lë nomzën nuk e bër, është analfabete. Okej. Ndoshta jam funksional. Shikoj se ti po flisë për këta që kanë dëshirë të na udhëheqin, jam
sigurt që nuk e dinë tabelën e shumëzimit disa Pun kemi ne me ta. Tashi. Po. Diçka tjetër që ndodh në jetën time vazhdimisht, unë kam patur luksin të rritem në kopsht privat të mamet dhe papit tim. Dhe kam qenë ajo princesha e kopshtit, ku as edukatorja nuk kishte Autoritet për ta udhëzuar. që të më jepte urdhra ose për të Kishe në lastuar me pak Kam qenë fjalë. lastuar, po, dhe përpos të gjitha këtyre gjërave, unë kisha dëshirë që edhe shoqëria ime, mbase prandaj dhe s'kam Ti ishe shoqe në shtartë tu besnike. personal. Po, Me vërtet. me thënë. Zot. Nuk e di, po ndihem keq, po dhe më vjen të qesh edhe jam krenare për atitudin tim që e vogël. Para disa kohësh kam takuar një djalë që është më i vogël, shumë goxha më i vogël se sa unë në moshë, dhe më tha që unë të mbaj me, tha ne kemi qenë kopësh bashkë. Unë kam qenë shërbëtorja. I thoja, me vërtet po, edhe unë pyet mami që mam, kam takuar këtë, është me vërtet po, tha, ke patur shumë shok atë. Edhe ky më thoshte mua, ne kemi qenë shumë shok bashkë, ti mua nuk më bëhet të përkulesha përpara teje. Wow. Që isha, çfarë bëja Kategoria e kalamajve që urrej më shumë. Nese. Do të dish më tepër detaje? Jo, të lutem, mos Okej. më bëj të pysh Po. perceptimin që kam Do për të ty. dis- Se jo, kam një mendim shumë të mirë për ty, kështu që nuk dua ta Po, ndryshoj. mos ta ndryshojmë. Okej. E shkuar e harruar. Jo, unë do e lidhja edhe me këtë që tha Irisi, një gjë që njerëzit që nuk bëjnë dot move on, që nuk e kalojnë dot Nuk bëjnë çfarë? move on. Ah, okay, se nuk e dëgjova. Që nuk kalojnë dot një situatë që i ka ndodhur para 5 ose 10 vitesh dhe e lidhin akoma me personin që është tani. Po. Domethënë një person as para një viti me tani nuk është i njëjti person, se nëse ti Patjetër. je i njëjti person, atëherë ti nuk e evoluar fare, nuk Me je jetën tënde. zhvilluar. Kështu që një nga gjërat që mua tek personat mendoj që është armik, prap më shumë armik u vete se sa imi, është njerëzit që nuk kalojnë dot situata që kanë ndodhur para disa Jam vitesh. shumë dakord me këtë gjë. Unë eci me një parim që çdo njeri rritet dita ditës, çdo njeri pishet dita ditës, dhe nëse ti nuk ke arritur akoma atë pjekurinë dhe atë zgjuarsinë për të rënë dakord dhe në paqe me të kaluarën dhe për të vazhduar për një person më të mirë për veten tënde, nuk ke Po. asgjë në vijë. Tani ta them unë ëmbëlsira për në fund. Një tipar që unë mendoj që mund t'i bëjnë njerëzit që t'ju shpif pak unë ose të më konsiderojnë mua armik është bekimi dhe ku ta diu mallkimi më i madh që kam në jetën time. Unë jam çiksi shumë llafazan. Mund ta konfirmoni lehtësisht. Edhe ndonjëherë është e tepruar realisht. Shiko, njerëzit e thonë që duket shumë kollaj. Ore ti je llafazan ose je llafazane mbyll gojën mos fol. Nuk është kaq e thjesht njerëz. Është si Nuk ti e thuash mbyll gojën, më fort një se- introvert ose ku ta diu një personi që është shumë introvertë dhe ka shumë Shoqëror. komplekse, dile flit para 500 vetave, ashtu është na thuash edhe neve mbyll gojën. To njerëz shfrytëzoj dhe veten dhe them bollo burr se le nom se nuk ka dhe lezet, çfarë jetu bë, domethënë fole mjaftueshëm me nxaurove mbylle, por jo nuk e mbyll dot. Domethënë dhe kjo mendoj që është një arsye që mund t'ia shpif ndonjëherë njerëzve, por është një kursisht e arsye që pse njerëzit që kanë pranë vetes më pëlqejnë dhe preferojnë të kalojnë kohë me mua. Po ka raste që bëhet too much. Edhe e kuptoj edhe vetë që e teproj, edhe duhet ta mbyll gojën, po thjesht nuk e mbyll dot. Okej, ti Ma thua më që e mek kupton. fare, e marr ndonjëherë i visin telefon edhe pyes për një gjë që mund përgjigjet me tek po ose jo. Dhe të jep një fjali një roman. Fillon edhe pastaj nga kjo temë kalon në një temë tjetër. E po se për atë Mjafton. temë tjetër Ishte dhe kjo muhabet tjetër. Mjafton. flet edhe shumë shpejt. Të xhelozoj. Ja, të xhelozoj. Nëse këto janë gjëra që mund të përmirësohen, po hajde më, duan. Tash i kemi, pak unë jam koshient. Tani unë kam një pyetje. Në një pjesë të jetës time, qoftë në shoqërinë time ose person që jam rrethuar, po qoftë nga tjerë kam vënë re që shumë persona kanë këtë tiparin që tentojnë në një farë forme miqve të ngushtë të tyre, ti bullizojnë ose ti tallin në formë argëtuese për një tipar që ndoshta ato e kanë shumë evidentuar, siç mund të jetë pesha, siç mund të jetë ku ta diu një defekt i vogël që mund të kesh në fytyrë, apo një kompleks që mund të kenë me karakterin apo me personalitetin e tyre. A mendoni që kjo është humor i zi që pranohet midis shoqërive apo është tallse dhe është armiqësi? Varet sa konfidenca ke me Po, personin. varet nga konfidenca, dhe deri sepse- ku të ka lejuar ai që ti të bësh akama atë person. Dhe nëse e ke shumë të afërt një person, nuk ta merr për personale. Dhe nëse është nga të dyja anët, nuk është, për mendimin tim është e pranueshme, po nëse është vetëm nga njëra anë dhe dikush mund të ketë thënë që hase na çave kokën me këtë muhabet Po. ose ball mos e bëj Mos e më se përmend më. shaka, mendoj që duhet të stopoj edhe të vijnë disa kufi sepse do s'do ndonjëherë të lëndon si gjë. Por që në Shqipëri është edhe një gjë shumë e keqe që edhe në për komente që
askush nuk pyeti jam shëndoshur apo si jam shëndoshur unë, shikon komente në çdo post të një goce, sa e dobësuar, sa e shëndoshur, ke marr kile, ke vën bark, domethënë unë sa herë që dobësoj mos e shëndoshem edhe në verë, je i shëndoshur je dobësar je bërë si skelet, ndërsa tani që ka marrë ca kile ka dal barku. E kupton, nuk sa drejt për drejt që ishte edhe kjo mor burr, je shëndoshur je bërë si lop. Jo, po ashtu janë me vërtet. Tash i shani Kardashianat që kanë kriju një standard bukurie që është i pakapshëm. Jo, unë mendoj që nuk e kam vënë fare standardet. Standardet janë ato që i vë vetes tënde. Shumë dakord me këtë. Po mi po them për masën e një, okay, e tërheqëm brapsh. Tani me që ishim të lëndime që ti e prek pak më parë, një gjë që mua më lëndon dhe s'dua të kem bëj fare me këto persona, janë ato persona që ti ju kërkon një nder, ta bëjnë me hir ose me pa hir. Dhe ta përmendin gjithë jetën. Edhe ta përmendin 100 herë nga mbrapa, domethënë nuk ka vlerë. E kuptoj, të bën të ndihesh pa egzageruar fare, ku diun si një cop shiti, gjë totalisht e pa vlerë. Ore të bën të ndihesh shumë keq sepse domethënë në një gjendje të mjerueshme dhe duket sikur këto persona që realisht ta përmendin deri që të kanë bërë, kanë një farë kënaqësie të shohin ty në një situatë pakëndshme duke vuajtur apo ku ta diun se ç'a, sepse nuk ka vlerë, se kur ti e bën, okay, bër një të mirë, të ndihesh kënaqur me veten tënde dhe mbaron aty, domethënë pse duhet shkosh t'ia përmendësh, t'ia bësh tjetër tikon zanore në vesh që ai se unë bona këtë gjë për ty para X vitesh, ma ke borxh ose ku diun si ma bën e këtë mu, është pa lidhje, o boja mos e bë paktën. Si ma bërë këtë unë për ty kam bërë këtë. Me këtë më kujtove diçka që mendoj që unë jam armik e disa shoqeve të mia. Po jo, nuk ka lidhje me këtë punën e ndereve, por un kam një gjë që nga që jam pak si tip anksioz para prish shumë gjëra që mund të ndodhin edhe them që do ndodhi kjo ose do ndodhi ajo, dhe kur ndodh me vërtet kam gjithmonë atë shprehje të thash. Dhe është bërë edhe si tip shakaje në grup që ja tani do thosh Redinela, të thash. Të thash. Të e kanë gjithë në fakt. Ti kështu je mamaja grupit që e ke këtë të thash apo thjesht ke intuitën më të madhe? Pak, domethënë ma kanë thënë disa herë, po që nuk është se kemi ndar ndonjë rol, po që unë jam ajo pak më tipi më kështu që mos bëjmë këtë sa ashtu, mos bëjmë atë kështu. Jo këtu. Të keqin gjën e parë. Po, jam pak pesimiste. Po mirë, le të marrim një situatë hipotetike. Jeni në punë. Kolegu i juaj i punës, bashkëpunëtori, jo kolegu armik, kolegu që keni bërë një projekt bashkë, në prezantim del për shembull edhe me gjithë kreditet për vete. Si do reagoni ju? Mos e mendoni gjatë. Në atë moment nuk do reagoj fare sepse jemi përballë një prezantimi, duhet ta çojmë deri në fund atë prezantim. Momentin e parë që do mbyllet prezantimin, do kap kolegun do t'i them si ishte muhabeti, ke folur në vetë të parë, ke folur në veten tënde, duhet flisë në vetë të dytë për të dyja ne. Nuk e ke bërë, nuk jam dakord me këtë veprim, duhet ta sqarojmë që kemi punuar të dyja dhe është puna e të dyja neve. Kaq mbaroi muhabeti. Unë asu në moment nuk do reagoja sepse nervat e mia nuk e përballojnë dot një reagim të tillë. Mendoj se për disa ditë do rria e heshtur derisa të më binte të rinati sepse goja ime ndonjëherë merr për kot. Edhe më vonë besoj se do e flisja. Domethënë nuk mund ta lë, nuk e mbaj dot për brenda atë mlev. Po që edhe pse do kishin kaluar shumë ditë, mendoj që prap do e kisha ndyrur pa gojën. Kam vërshtimin që do isha çu do prezantoja bashkë me të dhe pasi do merrja gjithë meritat për vete. Domethënë do e kisha fut direkt, nuk do prisja dot të gjatë. Unë nuk mendoj që është dikush në këtë botë që mund të flasë më shumë se ty në një projekt, kështu që për ty është e sigurt. Jemi dakord për këtë gjë. Unë bullizohem këtu. Okej. Edhe një gjë të fundit, nëse edhe ju s'keni që tjetër për të shtuar mëtej, a janë armiq personat që ti uron për vit të ri, për ditëlindje, për Bajram dhe nuk të kthejnë përgjigje dhe pastaj mbas sa kohë shkruajnë për një muhabet tjetër? Jo. Unë mund të jem vetë njëra prej këtyre dhe mbas jam unë armike e disa personave. Po turp t'ju vi. Jo, më dëgjoj pak. Të hapësh WhatsAppin tim ke 100 mesazhe sepse kam edhe numrin e punës. Domethënë me të njëjtin numër personal kam edhe numrin e punës edhe mua ndonjëherë më ikën mesazhi aq poshtë sa unë harroj që ti ke shkruar. Mund të shtypësh anrida aty të dalin rresh mesazhet që ke pa hapur. Jo, sidomos në rrjetet sociale, në Instagram. Nëse unë jam pushim, iki në shtëpinë në darkë, ti mendon se gjëja e parë që unë do bëj është të shikoj mesazhet që më kanë ardhur. Po tjetri të uroj për ditëlindje ose për një festë dhe mos ta urosh mbrapsht. E para punës mua më uroj shumë pak persona për ditëlindje sepse unë nuk postoj kur kam ditëlindje. Po mirë, ose kisha specifikisht ta uroj juve, kisha në tërsi veprimi. Okej, ju e bëni vetë se konsideroni armik, unë se bëj dot kurrë këtë.
është gjë, nuk është gjë e mirë për të bërë, nuk kemi krenare besoj as unë dhe as Redja, ama është realiteti. Më thënë ne po flasim hapur, është diçka që dhe Po, unë e bëj. harron. Vin aq shumë mesazhe Është thjesht gjatë një ditës mesazh. dhe thjesht ulet ai personi që të shkruan ulet aq poshtë se ti nuk do rish të bësh scroll gjithë emrave që të kanë uruar për t'i kthyer përgjigje një nga një. Plus shoqëria nuk është tek një mesazh, tregohet edhe në gjëra shumë të rëndësishme. Unë çdo njeri të afërt timin i them, nëse keni diçka për të më thënë, thjesht më bëni zile, më merrni telefon dhe ma thoni sesa më shkruani mesazh. Dhe jam shumë dakord me gjithë rrethin tim, e di këtë gjë dhe jam dakord me mënyrën se si kemi proceduar. Pastaj për këta personat e tjerë që shkruajnë mesazhe, i kërkojnë ndjes të gjithëve. Dhe me Pjesë këtë publike. kërkesën e faljes nga Irisi, nëse dhe gocat s'kan gjë tjetër për shtuar, ne po e mbyllim për sot. Mos kini armiq, mos u bëni armiq të tjerëve, mësoni matematikë. Dhe mos u bëni edhe- armik i vetes. Shumë e Më saktë. rëndësishme. Ne shifim të premten e radhës dhe njerëz na bëni follow në Instagram. Aman. Aman. Edhe subscribe në Selam, YouTube, nam. edhe follow në TikTok. Pati. Ciao.